Në surën Zalzala, në ajetin e 7, Allahu i Madhëruar thot: kush bën një të mirë, qoftë sa pesha një grimce, do ta shoh atë. Dhe ky ajet na mëson se tek Allahu nuk ekziston një vepër e parëndësishme. Ndoshta një buzëqeshje që i dhurojmë dikujt, një fjalë ngushëlluese, një gotë ujë për një të etur, ose një lutje e sinqertë për një besimtar, do të jetë arsyeja e shpëtimit ton në ditën e gjykimit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ruajuni nga zjarri, qoftë edhe me gjysmën e një hurme si në mosh. Ky hadith tregon se Allahu nuk shikon madhësinë e dhuratës, por sinqeritetin e zemrës dhe niyetin e pastër. Një vepër e vogël e bërë për hir të Allahut mund të peshojë më shumë se sa një pasuri e madhe e dhënë për shtyje. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë, sepse ndoshta ajo është shkaku i shpëtimit tënd. Sa bukur na mëson ky hadith. Shpesh njeriu mendon se vetëm veprat e mëdha kanë vlerë, ndërsa Islami na mëson të kundërtën. Na mëson se edhe gjërat e vogla vlerësohen dhe ndoshta ndonjëherë mund të bëhen shumë më të mëdha kur ato bëhen me zemër të pastër dhe për hir të Zotit.